Përshëndetje miq, jeni duke dëgjuar emisionin Happy Fit këtu në Radio Travel. Aeroporti i veçantë mbi det në Osaka. Në Osaka ndodhet një nga aeroportet më të pasakonta në botë, i quajtur Kansai International Airport, i ndërtuar me një ishull artificial në mes të detit. Ky projekt inxhinierik u krijua për të zgjidhur mungesën e hapësirës toksore dhe për të shmangur trafikun urban. Aeroporti shtrihet mbi disa kilometra katror dhe ofron lidhje me destinacione ndërkombëtare dhe lokale. Struktura e tij është projektuar për të përballuar tërmete dhe dallgë të forta, duke e bërë një nga aeroportet më të sigurta dhe më moderne në Azi. Përveç funksionalitetit, ndërtimi mbi det ka tërhequr vëmendjen e turistëve dhe inxhinierëve nga e gjithë bota, si një shembull i jashtëzakonshëm i arkitekturës dhe inovacionit. Fshati pa makina në Holland. Në Holland ndodhet fshati unik Geerthorm, i njohur si Venecia e Veriut. Ky fshat nuk ka rrugë për makina. Banorët dhe turistët lëvizin vetëm me varka përgjatë kanaleve të ngushta që lidhin shtëpitë dhe ambientet publike. Shtëpitë tradicionale me çati të pirët dhe urat e drurit krijojnë një peizazh të veçantë, ndërsa turistët mund të marrin varka me qira ose të eksplorojnë me bicikleta rreth fshatit. Geerthorm është kthyer në një destinacion të dashur për vizitorët që kërkojnë qetësi dhe eksperjenca autentike hollandeze. Ky fshat mbetet një shembull unik i mënyrës se si komunitetet mund të jetojnë pa automjete, duke ruajtur natyrën dhe historinë e tyre. Plazhi me rërë të zezë në Island. Në Island ndodhet plazhi Reynisfjara, një nga plazhet më të famshme dhe më të veçanta në botë. Ai është i njohur për rërën e zezë e krijuar nga shkëmbë të coptuar vulkanik, që i japi një pamje dramatike dhe unike Bregdetit. Plazhi tërheq mijëra vizitorë çdo vit për shkak të kolonave të bazaltit, shpënguljeve shkëmbore dhe dallgëve të fuqishme të Oqeanit Atlantik. Ekspertët paralajmërojnë që të mbahet kujdes gjatë lundrimit pranë ujrave, pasi dallgët mund të jenë shumë të forta. Reynisfjara është një destinacion i jashtëzakonshëm për fotograf, aventurier dhe të gjithë ata që duan të përjetojnë bukurinë e pazakontë të natyrës islandeze. Shkretëtira që mbushet me lule në Kili. Në Kili ndodhet Atacama Desert, një nga shkretëtirat më të thata në botë, por pas rresheve të rralla, kjo tokë e thatë transformohet në një spektakël të jashtëzakonshëm natyror. Mijëra lule çelin në sipërfaqe duke mbuluar shkretëtirën me ngjyrë të gjalla dhe duke krijuar një peizazh magjik. Ky fenomen i rrallë tërheq turistë dhe fotograf nga e gjithë bota, të mahnitur nga bukuria që shfaqet vetëm disa ditë në vit. Njerëzit e zonës e quajnë këtë ngjarje lulëzimi i shkretëtirës dhe konsiderohet një mrekulli e natyrës që tregon forcën e jetës edhe në kushtet më ekstreme. Atacama mbetet një destinacion unik për vizitorët që kërkojnë të përjetojnë natyrën në formën e saj më spektakolare dhe të rrallë. Ishulli i kukullave, destinacioni misterios pranë Mexico City. Një nga vendet më të çuditshme dhe misterioze në botë është Island of the Dolls, i vendosur pranë qytetit të Meksikës. Ishulli tërheq vizitorë për shkak të 10 kukullave të vjetra të varura në pemë, të cilat sipas legjendave ruajnë nga shpirti i një vajze që ka vdekur aty. Historiku i ishullit nisi me pronarin e tij Don Julian Santana, i cili filloi të varte kukulla për të kujtuar shpirtin e vajzës së tij të humbur. Me kalimin e viteve, numri i kukullave u rrit, duke krijuar një atmosferë misterioze dhe të frikshme. Sot Island of the Dolls është një nga atraksionet më të bukura dhe më të njohura për vizitorët që kërkojnë eksperjenca unike dhe ngjarje të pazakonta. Dhe me këtë lajm ne kemi ardhur në fund dhe të Happy Fit edhe për ditën e sotme, por ne do të dëgjohemi sërish nesër në të njëjtën orë vetëm në Radio Travel.